Në katedralen Ngjallja e Krishtit në Korçë u kremtua sot kujtimi i Shën Anastas Persianit, njëkohësisht edhe dita e kremtimit të emrit të hirësisë së tij, mitropolitit të Korçës Anastasi. Ceremonia fetare u shoqërua me shërbesën e liturgjisë hyjnore, e cila u drejtua nga vetë mitropoliti Anastasi. Gjatë shërbesës u mbajt gjithashtu edhe një përshpirtje në nderim të kryepiskopit Anastas. Pas meshës, besimtarë të shumtë uruan mitropolitin me rastin e ditës së emrit dhe kujtuan kontributin e paçmuar të kryepiskopit Anastas. Sot ne festojmë për hirësinë Anastas Persianin, festojmë emrin e kryepiskopit tonë të Korçës që është i ri, dhe ky është me emrin Anastas, njeri shumë i mirë, shumë i devotshëm, e shikojmë në të gjitha ato që do me thënë në meshë si vepron, shumë i mësuar, shumë i zgjuar, shumë i dashur, shumë i afërt me neve. I urojmë shëndet të mirë, mbarësi për popullin tonë të Korçës që do të drejtojë një krishterim shumë të mirë. Festoj Shën Anastasin, kryebariun e Kishës Ortodokse Autokefalit të Shqipërisë. Bekimi dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të gjithë ne. Sot ne festojmë ditën e emrin e Shën Anastasit. Përkujtua edhe hirësia, kryepiskopi i madh i Shqipërisë, dhe e ndaruam duke bërë një përshpirtje. Në këtë ceremoni morën pjesë klerik të shumtë nga Mitropolia e Korçës, si dhe përfaqësues nga Mitropolia e Vlorës dhe klerik nga Mali i Shenjtë, të ardhur për të përcjellur urimet e tyre për mitropolitin e Korçës.